Horoskopi ditore premte 25 prill 2025, Dashi. Prej ditësh po ndjen një vrull të rinovuar që po ndikon thellësisht në jetën tuaj. Kjo periudhë karakterizohet nga introspeksioni fort dhe reflektimi mbi marrëdhëniet ekzistuese. Hëna në shenjë favorizon ditët e 26 dhe 27. Marsi favorshëm vepron si një shtytës për mundësi dhe nëse është e mundur për pajtime. Për sa i përket punës, në këtë qiell ka lajme të mira. Venusi, Jupiteri dhe Marsi janë të favorshëm. Demi. Muajt e fundit sfidat personale kanë krijuar një klimë pasigurie që i ka vënë në provë idealet tuaja. Kjo periudhë karakterizohet nga një nevojë fort për siguri dhe në të njëjtën kohë nga një frikë e caktuar. Dashuria është një fushë ku veprimet flasin më shumë se fjalët. Puna, në planin profesional, ndryshimet janë agjend, një program mbyllet në favor të një tjetri. Binjakët, jeni në mes të hezitimeve dhe yjet paralajmërojnë një moment vëzhgimi për dashurinë. Nëse jeni duke kërkuar për një dashuri të paharrueshme ose dëshironi të krijoni një lidhje kuptim plot, periudha më aktive do të jetë nga maje në vazhdim. Për sa i përket punës, nga pikpamja profesionale, jeni në një fazë vendimtare. Koha është për të mbyllur projektet që keni nisur në të kaluarën. Do të keni një dëshirë të madhe për të bërë të dëgjuar mendimin tuaj. Gaforia. Kjo ditë premton të jetë një ditë romantike. Afërdita, planeti i dashurisë është në një pozicion të favorshëm dhe sjell me vete një energji të bukur që ju ofron me atë person që është i veçantë dhe që keni në mendje. Sa i përket punës, qielli është premtues. Planetët po krijojnë një harmoni që favorizon iniciativën dhe ambicien tuaj. Luani. Pas një periudhe të introspeksionit intensiv dhe hapjes ndaj marrëdhënieve të reja, tani e gjeni veten në një udhkryq emocional. Është një moment çlirimi. Më në fund, keni vendosur të braktisni frenimet që ju kanë mbajtur prapa. Takime të reja, tregoni për rreth. Këto janë ditë intriguese. Sa i përket punës ka emocione, ka shumë për të bërë, duhet të riktheheni në lojë. Virgjëresha, Venusi në shenjë do të jetë më në opozit. Ndjeshmëria juaj rritet edhe më shumë, gjë që do t'ju lejojë të perceptoni emocionet dhe dridhjet e të tjerëve në një mënyrë më të thellë. Mos e humbisni rastin për të sqaruar se çfarë nuk shkon. Një ditë kyçe është e diela. Sa i përket punës, favorizoni aktivitetet që përfshin udhëtime apo programe emocionale. Peshorja, marrëdhëniet romantike veçanërisht ato në krizë duhet të shqyrtohen menjëherë. Është thelbësore të menaxhoni komunikimet në mënyrë inteligjente. Hëna do të ketë një ndikim të rëndësishëm gjatë ditës. Sa i përket punës, ka sfida veçanërisht brenda grupeve të punës. Akrepi. Dashuritë e reja shfaqen në kujdesin e një Venusi të bukur, duke premtuar emocione intensive dhe lidhje të thella. Sa i përket punës, yjet rreshtohen për t'ju ofruar një sër lajmesh të mira gjithmonë në sy të periudhës më të mirë. Shigjetari, me Venusin në kundërshtim, jeta juaj e dashurisë është dytësore ndaj gjithçkaje tjetër. Jeni më të shqetësuar për çështje praktike të lidhura me punën. Ju mund të keni përjetuar tashmë vështirësi në marrëdhënie, shpesh të lidhura me mungesën e qartësisë mes jush dhe partnerit tuaj. Sa i përket punës, angazhimi juaj dyfishohet, edhe pse tani ndiheni më mirë. Britsjapi, mendja juaj është kthyer tek një person nga e kaluara juaj, po përpiqeni të zgjidhni një çështje të gjatë me dikë afër jush. Ju mund ta gjeni veten duke reflektuar për marrëdhënie që nuk i keni përcaktuar ende plotësisht. Puna për ju, jeni duke u përballur me mosmarrveshje në vendin tuaj të punës. Fati është në duar tuaja. Ujori. Shumë punë, stres dhe Marsi është në opozit. Dashuria mund të jetë një gjemb në zemër. Partneri duke u ndjeri lëmpasdore, rrezikon të bëhet i paduruar dhe të shpreh ankesat. Ju jeni kthyer në qendër të vëmendjes me Jupiterin aktiv. Peshqit, një takim në një mjedis të pazakont me një person mund të kthehet në një histori dashurie kuptim plot. Sa i përket punës, nuk diskutohet për rinovime, në varësi të përgatitjes dhe të shkuarës suaj, diktohen edhe rregullat dhe kushtet.